E vazhdojmë, pra pjesa tjetër e bëjmë në dy pjesë, s'kemi qa me bë. Pra, Imam Aliu ishte ai i cili jepte dashuri vetëm për hir të Islamit dhe gjithashtu urrente kur ishte nevoja vetëm për hir të Islamit e jo për ndonjë padresi që mund t'i bëhej atij. Prandaj kemi një rast kur në një luftë, në një betejë, në dy luftim ishte një prej luftëtarëve të armikut dhe kur e pa se Imam Aliu ishte përballë tij, ai për ta ndalë Imam Aliun, ai e morri dhe u ul në tokë dhe e pshtyu në fytyrë Imam Aliun. Dhe Imam Aliu në atë moment sa e kishte të ngritur shpatën, dëshironte t'ja hekte kokën, se në luftë ishte, por nëse nuk e mbysësh ti, ai do të mbyste ty. Prandaj, posa e ngreti shpatën Imam Aliu për ta vrarë, për t'ja hek kokën, ai e pshtyu në fytyrë dhe Imam Aliu e ndali dorën. Ai tha, hajde, hec, tha, çe ku jam? Tha, më mbyt, por Imam Aliu i tha, ja, tha, kjo shpatë nuk vret për shkak ato çka ma bëne ti mua, pra më pshtyne në fytyrë, që për egon time. Pra, kjo shpatë vret vetëm për hir të Islamit. Pra, shikoni çfarë kontrolli të egos vet, të nefsit vet e ka pasur Imam Aliu. Dhe kjo është e njohur në historinë islame. Pasi që Imam Aliu tash u bën një punëtor krahu dhe hapte bunare bashku me jetimat e vet për me fitu kafshatën e gojës, plus kur fitonte më shumë, atëherë i jepke prap, edhe pse nuk ishte më burr shteti, as zavendës i profetit, dhe i jepte grave veja, jetimve, gjithmonë i jepke të ardhura, i jepke sadaka për ta. Kështu që kur e muar halifatin Ebu Bekri, ata ju kthyn një traditës. Populli, me njëherë mas ndrimit jetë profetit, ju kthyn traditës së vjetër arabe. Tradita arabe ishin dy vese më të këqija të arabët, ishin plaçkitja dhe hakmarja. Prandaj në kohën e halifatit të Ebu Bekrit, ai ishte njeri pak më i butë, më i moshuar, po i kishte këshilltarët e tij, të cilëve i hecte fjala më shumë se sa Ebu Bekrit. Prandaj në këtë kohë filluan Ebu Bekri çfarë bëri, ai në qeverinë e Sakifës së bashku me halifën Omer, emërtuan pothuajse të gjithë fisin, familjen e Ebu Sufjanit. Na e dim që Ebu Sufjani ka qenë dushmani më i madh i Islamit, armiku më i madh i Islamit, i profetit Muhammed. Pra Ebu Sufjani edhe Hinda, gruaja e tij, edhe ajo ka qenë pra armikja më e madhe sa që axhës së profetit Hazreti Hamzës në Uhud, mos gabofsha me një luftë, në një fushë betejë, e urdhëron një shërbëtor zezak dhe ja nxerr, e mbyt Hamzën, axhën e profetit më të dashurin, dhe ja nxerr zemrën, ja çon Hindës për me ngranë. Hinda përndryshe është nona e Muavijut. Edhe Ebu Sufjani është baba i Muavijut dhe janë gjyshërit e Jezidit. Pra këto janë dy personalitete të mëvonshme të cilët kanë luftuar me nipat e profetit. Ndërkaq Muavija, djali i Sufjanit, dhe baba ka luftuar me Alin, ndërkaq kanë qenë kundërshtar të rrept me Alin, ndërkaq Ebu Sufjani dhe Hinda kanë qenë kundërshtarët e rrept të Aliut. Domethënë, kanë qenë dy tobore. Para Islamit, mas Islamit, para Islamit, kur hyni Islami, profeti i ka qetësu këta armiq, mirë po hipokrizia e tyre ka mbet ende, mirë po kur ndrojet profeti, Ebu Bekri, Omeri e Osmani pastaj me radhë, shokët e profetit, e ngjallën, i dhan motiv Ebu Sufjanit
të cilin e mërtuan si guvernator në Yemen, Ebu Bekri edhe Omeri, e mërtuan guvernator pra me udhëheq Yemenin. Jemeni ka qenë një vendi shumë i pasur, me fruta, me pasurinë natyrore e tjera. Ndërka që ma vonë Muaviun e mërtua vetë, Omeri e ka mërtu Muaviun në Siri, edhe ai si guvernator. Amr ibn Asin e ka mërtuar guvernator në Egjipt. Do me thonë, po mas shumëti, krejt këta guvernatorët u emërtuan nga Omeri dhe Ebu Bekri, ndërka që Aliu i cili ishte më i forti, më i dituri, më i mençuri, i premtuar nga profeti, i lënë amanet nga profeti se duhet ta ndjekni Imam Aliun, u bën një punëtor krahu. Dhe të dashur miq, kështu pra kjo sakifja ishte plasaritja e parë që u bë në Islam. Pra plasaritja e parë, sepse në kohën e profetit nuk ishte as sunni as shia. Po çka kishte? Kishte vetëm Kur'an dhe Ehli Bejt. E ky Ehli Bejti ishte brenda në Kur'an. Pra surja 33, ajeti 33. 33. O ju innema yuridu Allahe li yudhhiba alejkum rrisa ahlul bejt wa yutahhirukum tathira. Vërtet Allahu dëshiron, o ju familja e profetit, pra Ehli Bejt, dëshiron t'ju mbaj larg nga mëkatet dhe të jeni të pastër tërësisht. Pra ky ishte verseti kuranor dhe Ehli Bejti gjendet në Kuran dhe kështu që pas profetit Muhammed krijuan qeverinë e Sakifës. Sakifës pse? Sakifja ka qenë një vend, si me thonë, jashtë qytetit, një vend i madh ku janë mbledh shokët e profetit dhe e kanë zgjedh njëri tjetrin si halife, ndërka që Imam Aliun e kanë lënë me u baravit me gjenazën e profetit, sepse vetëm 5 veta e kanë qefinus, e kanë la profetin, e kanë vendos në tokën e shejt, në Medinën, ku gjendet xhamia e tij, e ku kanë qenë gjithë ata njerëz? Ku kanë qenë gjithë ata njerëz? Të gjithë kanë qenë në Sakife, e kanë formu qeverinë e Sakifës dhe kanë kriju grusht shtet. Gjithmonë kur vdesin kryetarët, ndodhet shpesher. Baba jem thoshte kur ka vdekur Tito në kohën e ish Jugosllavisë, thoshte mundet mu bë lufta. Domethënë kjo është pra grushteti i bëjnë për shkak interesave. Na mund në kohën e Ebu Bekrit, Imam Aliu nuk ka marrë pjesë në asnjë luftë. Prandaj edhe as në kohën e Ebu Bekrit, kur e kanë sundu perandorinë në Siri dhe Bizantinët edhe Persët, sepse të gjitha këto perandori, pas ndrimit jetë profetit, janë gjujt Mekës Medinës. Janë gjujt për me mund, ishte Muhamedi dhe shkoj, vdiq Muhamedi dhe shkoj, si që tha Ebu Bekri. Ky Omeri, kur ndroi jetë profeti, kërkoj një testament me shkrujt, i tha, lene tha se është në halucinacione. Do më thënë, nuk është në veti tash, se është në zavallin e vdekjes, profeti nuk është tash në veti, do më thënë është në halucinacione dhe nuk ja dhanë lapsin që dikush kush ishte aty Aisha, thuhet e sunit ka qenë Aisha, te shia thot kanë qenë Imam Aliun prehen e ka pas, nuk ja dhanë lapsin me shkruaj testamentin, nuk ja dhanë profetit me shkruaj. Me dhëni me mend, dhe kështu pra në kohën e Ebu Bekrit ishte një krizë geopolitike, se kanë mund të që t'i kthehen prap Mekës Medinës, ta zaptojnë këto perandorit persiane, bizantine, romake, të siriane, e tjera,
Dhe Ebu Bekri me famën që ka qenë njeri but, njeri normal i gabushëm ka qenë edhe ai, se veç gabimin më të madh që e ka bo, Zoti ja fal, ka qenë se ja merr Hazreti Fatimës këtë fedekin edhe i thot nuk kanë lënë trashëgim, edhe Fatimja vdes për shkak fedekut dhe për shkak imamatit të Imam Alis, pra për shkak dy gjanave ajo vdes në mënyrë tragjike, sepse nuk ja pranun fjalën e profetit, gjithashtu edhe ja murën hisen që ja kalon baba vet dhuratë. Prandaj Ebu Bekri kishte një farë fame që ka qenë shok i profetit, një farë dashnie, një farë butësie, dhe vetëm të Ebu Bekri kanë pushtu Sirinë, kanë shku deri në tregohet aty disa vende dhe kanë sundu mirë po në emër të Islamit, ndërkaq pas Ebu Bekrit të gjitha luftrat që janë bë, ma ato nuk janë bë në emër të Islamit, sepse u ringjall ajo ndjenja të arabët e dy veseve që thash, hakmarja dhe plaçkitja. Dhe të gjitha luftrat që u bën për me u plaçkit ai popull që ishte pabesimtar. Madje edhe gjizjet për të krishterët, i patën bë disa ligje që këtë drejt edhe mi mbyt krishterët, a nga ana tjetër, nëse nuk e jepnin gjizjen, a nga ana tjetër profeti thot kur shkoni me luftu, mos prekni as drunjët, as pemët mos i prishni, as faltorët e tynve, as spitalet, as shtëpijat, mos i mbytni plesht, fëmijët, gratë, të parmatosërit e tjera. Pra, këtu ishte problemi se u ringjall ajo plaçkitja dhe ajo dashuria, ajo motivi, ajo ndjenja për plaçkitje dhe për hakmarje. Dhe kjo vetëm të Ebu Bekri kanë sundu me Islam. Ndërka që Omeri kur e ka marrë, simbas une jam islamolog dhe ju përcjelli, simbas këtij librit pra ritregimi i historisë islame tek muslimanët nga Sejid Ali Asgar Razui, libër i cili 100 vjet ka ndejt në fësirtar, nuk kanë guxu njerëzit me botu edhe me përkthyje tjera. Kështu që kur filloi Omeri, pra veç i kishte caktu guvernatorët në Siri, thuhet se kur ndroi jetë Omeri, kur ndroi jetë, Ebu Bekri, ai ishte i smur dhe ishte i moshuar, edhe ai e kërkoi një letër me shkruajt testamentin dhe shikoni si që shka thot, smundja dhe vdekja e Ebu Bekrit, ai ka vdek pra u sëmu, kur kuptoi se do të vdiste së shpejti, filloi të mendonte për emërtimin e pasardhësit të tij, ai e thiri sekretarin e vet, e ka pas sekretar, Osman ibn Affanin, pra dhe ta shkruante testamentin dhe ai filloi me shkruajt me emrin e Zotit që është bamirës dhe mëshirues, unë Ebu Bekri pasardhës i të dërguarit të Zotit, ... Ebu Bekri arriti të thoshte vetëm këtë fjalë dhe pastaj i ra të fikt. Kur ishte pa vetëdije, Osmani pastaj e mori, sekretari i tij, e mori dhe vazhdoi këtë testamentin dhe tha kështu pra, me emrin e Zotit që është bamirës mëshirues, unë Ebu Bekri pasardhësi i të dërguarit të Zotit e emërtoi Omerin si pasardhës timin dhe sunduesin tuaj. Do me thanë, shikoj këtu, pra, mande Ebu Bekri thot u zgjua sërisht nga jo alivanosja e tij, ai e pyeti Osmanin se çka kishte shkruar në vazhdim të këtij testamentit, ai ja lexoi të plot, i tha, unë Ebu Bekri pasardhësi i dërguarit të Zotit, e emëroi Omerin si pasardhës timin dhe sunduesin tuaj. Do me thonë, Ebu Bekri e miratoi këto fjalë dhe vazhdoi ta diktonte. Ndërka që neve shumë mirë pra na kujtohet
kur profeti Muhammed ka kërku një laps edhe letër për me shkruaj testamentin, Omeri i ka thonë, lene thot, mos jep një laps, mos jep një letër, sepse është në gjendjen e dhimbjeve të mëdha dhe nuk është në gjendje për me shkrujt. Më hiku ajo fjala si thojnë, okej, e thash pak ma përpara, po e harova dhe në kështu pra profetit Muhammed në atë gjendje që kishte edhe pranë edhe Aishën edhe Aliun, mirë po nuk jo dha letra edhe lapsi, edhe Omeri tha, neve na mjafton Kurani, s'kemi nevojë për testament, për kur gjë tjetër. Neve na mjafton Kurani, dhe kështu pra fjala e profetit Muhammed nuk u dëgjua, ndërka që Ebu Bekri edhe pse 2-3 herë u a Livanos, ai e la pasardhës Omerin. Omerin pra e la pasardhës dhe u bë pra në këtë mënyrë pra zgjedhja në mënyrë demokratike e Ebu Bekrit. Ndërka që na pse po e themi këta, sepse ku ishte Aliu? Ku ishte Aliu? Sepse na e kemi punën për tek Aliu. Dhe si kush ishin ato shkaktarët që Imam Aliu u bë shahid, që nesër do ta vazhdojmë, se tani jemi ka fundi. Pra, kush ishin ata shkaktarë që Imam Aliu u bë shahid, ra shahid e mbytën në namaz. Pra, sipas studimeve të mia, kjo ishte një plasaritje e madhe e muslimanëve, kur u krijua halifati, kur u krijua qeveria e Sakifës, ashtu e kanë quajtur, kur u zgjodhen në mënyrë demokratike, ndërka që në kohën e profetit nuk ishte halife. Edhe e dyta ma e keqja që u bë, do me thonë familja e profetit u sulmua për 2 çështje. Vajza e profetit ndroi jetë për 2 çështje, për kërkimin e të drejtës së hisës së babës vet, që ja ka dhënë Sakifën, këtë Fedekun bashën e madhe të hurmave, jo që ajo kishte nevojë për ato, sepse ajo ka jetu një jetë shumë të thjesht, ka mund me jetu prej durve të saja, prej një punë të thjesht, prej një bashe, prej ku ta di unë, mirë po ishte me rëndësi që ishte kujtimi i babës vet, i profetit Muhammed, dhe Fatimja pra dhe familja e saj ekonomikisht u rrëzuan për toke, gjithashtu edhe shpirtënisht pra ju mure drejta e imamatit apo khalifatit hyjnor që e ka caktuar profeti Muhammed dhe e ka pas obligim nga Zoti, ngritu o Muhammed, kumtoje këtë që Aliu është prijesi i muslimanëve, lideri i muslimanëve, imami i muslimanëve pas teje. Nëse e thot ajeti kuranor, nëse nuk e kumton ato çka po të tham, atëherë ti nuk e ke plotësuar fen. Prandaj të dashur miq, tash erdhëm nga fundi, nesër kësmet do të flasim për se si u zgjodh Ebu Bekri e pam u zgjodh në mënyrë demokratike dhe pastaj pa frymëzimin e Zotit e dha testamentin 3-4 herë duke i ratë fikt para vdekjes, e la amanet që Omeri të zgjidhet halife, e ta shohim pastaj si e ka zgjedhur Omeri halife Osmanin, dhe pastaj si erdhi Imam Aliu në halife dhe pse u desh të vritet Imam Aliu. Janë histori të dhimbshme, janë tragjedi që kanë ndodhur në kohën e Islamit.
pas profetit Muhammed, por të dashur miq, ne duhet jemi muslimanët gjithmonë të bashkuar, ne duhet ta themi të vërtetën, sepse Kurani thot dhe të jemi të drejtë, të jemi objektiv, jo të jemi të njanshëm, jo unë po e du familjen e profetit dhe tash të flasë veç të mirat për familjen e profetit, apo unë po i du shokët e profetit dhe veç të i flasë të mirat që janë të shokët e profetit, por duhet jemi objektiv, sepse njerëzit e kanë dhënë jetën për të drejtën dhe për të vërtetën. Prandaj gjithmonë familja e profetit janë përmend në Kur'an, në hadithe, gjithmonë për të mirë. As edhe një të vetmën herë nuk janë përmendur për mëkatet që kanë bërë. Ndoshta ndonjë gabim kanë bërë se kanë qenë krijesa njerëzore, mirë po gabimi edhe mëkati është tepër i madh. Kanë dallim tepër të madh. Prandaj këto gjëra që po i tregojmë, unë vetë po flas në emër tem, nuk i tregojmë këto për të bërë përçarje, por për të treguar një të vërtetë që ndoshta njerëzit nuk e dinë, sepse shpesh herë hasi në pyetje çka kanë dallime ehli bejti dhe ehli suneti. Siç ju kam thënë, prandaj njerëzit kur mësojnë të vërtetat edhe Kurani thot ju duhet të dëshmoni drejt qoftë edhe kundër vetes suaj, qoftë edhe kundër prindërve tuaj. Prandaj është shumë e vështirë kur një vërtet del në pah dhe ajo i rrezon me miliona gënjeshtra. Prandaj ne nuk mund të themi unë jam me të drejtën, cilën të drejtë, e drejta mund të jetë për ty edhe për mua, por kur ne marrim dy burime të qoftë në histori, qoftë në libra të ndryshme, në burimet e shkencave dhe librave, literaturave, dhe i shohim, çka po flet familja e profetit dhe çka po flet flasin shokët e profetit. Ndërka që të shokët e profetit i kemi edhe shokët e zgjedhur të profetit. Mandej në Sahihul Buhari, në librin haditheve, kreti keni këto hadithe, këto ndodhi që ka ndodhur, bile në volumin e parë, kapitulli i parë thuhet se Hazreti Fatimetu Zehra, kur Ebu Bekri ja merr këtë fedekun, këtë bashën e madhe me hurma, me 1000 punëtor, ajo thot ka kërku të drejtën e vetë, ka shku bile edhe deri në xhami, që i ka thonë, ku e keni ju dokumentin, cili verset kuranor, cili hadithi profetit, po thot që pejgamberët nuk po trashëgoj kanë pasuri, po i likan fëmijët e vetë, ashtu që shilan pa buk e pa ujë, brenda 24 orëve. Ku e keni këtë hadith, apo këtë ajet? Ajeti kuranor thot, ndajani hisën drejt, djali 2 hise, vajzës 1 hise. Nëse e keni vetëm një vajzë, atëherë komplet i takon hisja e babës vajzës. Prandaj të nderuar miq, neve historia s'bën me na bë dushman të njëri tjetrit, sepse këto gjanat kanë ndodhur para 1400 vjetëve. Na shpresojmë Zotit të ja falë mëkatet prindërve tanë, prandaj gjithmonë lutemi për prindërit tanë, çdo namaz, për besimtarët, për muslimanët, kështu që na nuk jemi këtu gjykues me mallku dikandin apo me glorifiku dikandin. Na duhet të flasim dikë tjetër, prandaj na duhet të flasim me të vërtetën dhe të drejtën, e cila arrihet përmes burimeve dhe ata jo vetëm njërit burim, sepse atëherë nuk ka aty drejtësi. Prandaj unë po e shfrytëzoj rastin pra që këto ditët e vdekje, e ndrimit jetë të Imam Aliut, pra ta kuptojmë një të vërtet se aleanca e Ebu Bekrit dhe Omerit me familjen e Ebu Sufjanit,
pra familja e Ebu Sufjanit që ka qenë dushmani më i madh i profetit, mandej djali i tij Muaviju ka qenë me Aliun, mandej djali i Muavis Jezidit me nipat e pejgamberit, gjithmonë këto dy familje kanë qenë kundra njëra tjetrës. E tash ti vendos, a je me familjen e profetit, a je me familjen e Ebu Sufjanit. Ndërka që ka bo Meri, që kanë bo shok, që ja kanë dhënë aleancë, kanë bo me familjen e Ebu Sufjanit, pra me Muavin, madje Ebu Sufjanin e kanë bo guvernator, Muavin e kanë bo guvernator, Aliu ka mbet me kazmë në dorë, me mjetet punës së krahut. Andaj, historia s'ban me na përqa, por duhet me dit historin e vërtet nga dy burime. Dhe se Zoti thot, wa'tasimu bihablillahi jamian wa la tafarraqu. Kapuni të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçani, mos u bëni fërka, mos u shpëndani. Pra, nëse kapeni për litarin e Allahut, kur e kanë pyet profetin për këtë ajet që ka zbrit, atëherë kur kapeni për litarin e Allahut, mrenda litarit e Allahut pra është Kurani, në këtë litar, ky litar është Kurani, edhe njerë, atëherë kur kapeni për litarin e Allahut, e ky litar i Allahut është vetë Kurani, që është udhëzim, që na lidh neve me Zotin, e mrenda këtij Kurani është ehli bejti. Prandaj profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, e thot kapuni për Kuranin dhe kapuni për ehli bejtin dhe thot o popullim, o ummetim, nëse dëshironi të jeni të shpëtuar, të jeni të shpëtuar dhe kur të mos jeni të humbur, po ju lë dy gjëra që t'i ndiqni, ato janë Kitabullah wa itratu ahli bejt, që do me thonë, po ju lë librin e Allahut dhe familjen ehli bejtin. Pra, edhe ky verset lidhet me Kuranin dhe ehli bejtin, sepse në brenda në Kuran është ehli bejti. Ehli bejti janë 5. Numër 1, nuk ka ehli bejt pa profetin Muhammed. Muhammedi, sallallahu alaihi wa alihi, Fatimetu Zehra, bia e tij, selamullahi alaiha, Imam Aliu, Imam Hasani, Imam Huseini. Këta janë 5 antarët e ehli bejtit, e pastaj për këtyre dalin 12 imamët, e kjo wa'tasimu, kapuni për litarin e Zotit, pra falë Zotit që edhe nëpse ne muslimanët jemi të përçarë nga pak si çdo fe tjetër, për shkak interesave të kësaj dynjas, dhe për shkak aleancave me njerëzit që kanë qenë kundërshtar të profetit, siç është familja e Ebu Sufjanit, pra ne për shkak këtyre aleancave nuk duhet të dorëzohemi, po gjithmonë të jemi të kapur për Kuranin dhe ehli bejtin dhe të ecim përpara me lejen e Zotit të lartësuar. Dhe të jemi të gjithë së bashku, mos shikojmë histori, ndërkaq gjykimi i takon vetëm Allahut, por Allahu para se me gjyku, inshallah na pranon pendimet tona për veprat e tona të cilat i kemi bërë. Të mira apo të këqija, gjykimi i takon Allahut. Edhe mallkimi i takon që Allahu thot, la'netullahi ala zalimin. Laneti, mallkimi i Zotit qoftë për ata që kanë bë zullum, por ne nuk kemi të drejtë t'i mallkojmë njerëzit tjerë, por në vend të mallkimit ne të themi kur t'na bën dikush ndaj pa drejt, o Allah, ti merr hak për mua. Prandaj thuhet me një thënie të Imam Aliut, thuhet, keni kujdes kur i bani të padrejtë, atij i cili është i drejtë dhe është njeri mirë, sepse ai nuk ju ankohet juve, po ai nga ankohet Zotit. A kur i bën pa drejt një të keqit, kur ja bën një të keqe, ai ta kthen çaty për çatyve të keqe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja
bereqeti, selami i Allahut qoftë mbi ju.